Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoalb. Depërtimi i masave ajrore të ngrohta dhe të lagshta me origjinë oqeanike do të vijë ndikimin e tyre në vendin tonë, duke sjellë alternim të kthjellimeve dhe vranësirave, të cilat her pas here do të pësojnë zhvillim duke sjellë rreshje shiu me intensitet të ulët deri mesatar. Parashikohet gjithashtu që orët e pasdites dhe në vijim të sjellin shtim të vranësirave dhe shirave në të gjithë territorin e vendit, ku në skajin verior dhe veri lindor do të jenë në formë rrebeshi. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të lehtë si me vlerat minimale dhe në ato maksimale, duke u luhatur nga 8 gradë Celsius vlera me ulët deri në 27 gradë Celsius vlera me lart në rang territori. Era do të fyë mesatare deri e fortë për gjatë gjithë ditës, duke arritur shpejtësinë deri në 55 km/orë nga drejtimi jugor, duke krijuar kështu në brigje detare një dallgëzim 3 ball. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoalb, vendi ynë do të mbetet në ndikimin e vranësirave dhe shirave në pjesën më të madhe të territorit, ku në zonat veriore dhe veri lindore do të jenë në formë rrebeshi. Orët e pasdites dhe në vijim do të mbeten me vranësira dhe shira të dobët në zonat veriore, zonat qendrore dhe pjesërisht në jug lindje të territorit, duke lënë skajin jugor pa rreshje shiu. Parashikohet gjithashtu që nata të jetë në dominimin e vranësirave dhe lagështirës së lartë në ajër. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje si në orët e mëngjesit dhe në ato të mesditës, duke luhatur vlera ditore nga 7 gradë Celsius vlera me ulët deri në 26 gradë Celsius vlera me lart në rang territori. Era do të fyë mesatare deri e fortë me shpejtësi mbi 40 km/orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim 2 ball. Tani do të jemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoalb, si pasojë e prezencës së dy qendrave të fuqishme ciklonare, përkatësisht në veri të kontinentit, me ndikim deri në Alpet e Europës, do të kushtozojnë motin në këto rajone, ku gadishulli skandinav, Alpet e Europës, si dhe zonat për rreth tyre, do të kenë rreshje të dendura shiu si dhe stuhi breshëri. Pashtu, me rrebeshje shiu e stuhi të forta ere, do të paraqiten gadishulli Apenin si dhe rajoni i Ballkanit, por rreshjet do të jenë me intensitet të ulët, ndërsa në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike do të jenë gadishulli Pelopones, brigjet e detit të zi, si dhe vendet e Europës lindore, duke bërë që moti të jetë i kthjellët me vranësira të lehta dhe kalimtare. Të nderuar shikues, ky ishte edhe parashikimi i motit për sot. Bashkë do të jemi sërish nesër.